Ky ishte Ejubi a.s. Një burr me bukuri fisnike, i bekuar me pasuri të pafundme, toka pjellore dhe një familje të madhe e të lumtur. Ai nuk ishte thjesht njeriu më i pasur i kohës së tij, ai ishte simboli i njeriut që kishte gjithçka. Por sprova erdhi si një stuhi e papritur. Brenda një kohe të shkurtër, Ejubi humbi çdo gjë. Bagtia i ngordhi, pasuria u shkrumbua dhe më e rënda, të 14 fëmijët e tij vdiqën njëri pas tjetrit në një tragjedi. Nuk mbaroi me aq. Shëndeti i tij u rënua nga një sëmundje e rëndë që i ambuloi trupin me plag. Njerëzit, dikur miqtë e tij, filluan të largoheshin nga frika e infektimit, derisa ai mbeti izoluar në periferi të qytetit, vetëm me besnikërinë e gruas së tij. Njerëzit i thoshin, "Lute Zotin të të shpëtojë ose dorëzohu", por Ejubi përgjigjej me përullësi. "Kam jetuar 80 vite në mirësi, a nuk mund të duroj disa vite në vështirësi?" Përballë këtij shkatrimi, kur bota i thoshte dorëzohu, Kurani e përshkruan kështu qëndresën e tij: "Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu, innahu awwab." Ne e gjetëm atë durimtar, sa rob i mirë ishte ai. Vërtet, ai ishte i kthyer te ne. Surja El-Sad 44. Pas 18 viteve durim mbi njerëzor, erdhi urdhri hyjnor: "Godit tokën me këmbën tënde." Një burim u shfaq. Ejubi u la dhe doli prej andej më i shëndetshëm dhe më i bukur se kur. Zoti ja ktheu dyfisht çdo gjë që kishte humbur, duke e bërë emrin e tij një dritë shprese për çdo njeri që vuan. Historia e Ejubit nuk ishte vetëm një histori për të kaluarën. Ajo është një pasqyrë për ty që po kalon një sprovë sot. Mbaje mend, nëse ke humbur gjithçka, por ke ruajtur lidhjen me krijuesin tënd, ti nuk ke humbur asgjë. Durimi nuk është pritje pasive, është qëndresë aktive. Pas çdo errësire, vjen drita e tij. Nëse kjo video të pëlqeu, na ndiq në kanalin ton Limotiv që të mos humbasësh asnjë reflektim të ri. Na ndiqni!